Në Kuvend sot u mbajt një takim koordinativ I cili sipas informacioneve nga kabineti I kryetarit të Kuvendit Talat Xhaferi ishte në funksion të takimit të nesërm për zgjedhjen e qeverisë së re. Oliver Spasovski nga LSDM-ja, Eyüp Alimi nga BDI-ja, Vesel Mehmeti nga Aleanca për Shqiptarët, Bardhyl Dauti nga PDSH-ja, Afrim Gashi nga BESA, me kryetarin e Kuvendit Xhaferi kanë biseduar për radhitjen e fjalimeve të përfaqësuesve të partive pas fjalimit të mandatarit. Nuk ka pasur përfaqësues nga PMRO-DPMNE-ja. Të pandehurit me rastin lagja e trimave po bojkotojnë gjykimin pas refuzimit të propozimit për heqje të Këshillit Gjykues në krye me gjykatësen Verka Petkovska, kryetarin e gjykatës së apelit Stojan Çeribarev dhe kryetarin e gjykatës supreme Jove Vangelovski. Të pandehurit kërkojnë që të merren në pyetje Sasho Mjalkovi, Nikola Gruevski, Artan Grubi, Ali Ahmeti dhe Gordana Jankulovska. Kancelaria Gjermane Angela Merkel bëri thirrje për bashkim në Evropë pas Brexit e tani edhe pas dominimit të Donald Trumpit gjatë samitit G7. Koha kur mund të mbështeteshim tërësisht tek të tjerët ka marrë fund. Ne si Evropë duhet ta marrim të ardhmen në duart tona, duke kultivuar miqësinë me Amerikën dhe me Britaninë e Madhe dhe duke qenë fqinj të mirë me vendet e tjera dhe me Rusinë, tha Merkel para partive si motra të partisë së saj.